Të nderuar teleshikues e emisionit Gjurmë, në emisionin e sotëm do të flasim për historinë e krijimit dhe të funksionimit të Grooming Salon Zuzuland, të ndodhur në zonën e liçenit të thatë, rruga Peti. Për më shumë, le të ndjekim intervistën ekskluzive që dha për ne administratori i Zuzuland për parim Vrapi. Si lindi dashuria dhe u kultivua ndër vite dashuria juaj për 4 putroshët? Atëherë dashuria nuk është se lindi, ka qenë gjithmonë aty, por u konkretizua më shumë, po themi, ose dolin pa më shumë kur erdhi Zuzu në jetën tonë. Zuzu është qenushja jonë, pra Lorenz Zuzu na bëri të kuptojmë se sa shumë 4 putroshët janë të varur nga ne për mirëqendjen e tyre. Ajo bë shkak e emrit Zuzuland. Prandaj mbak të emër. Prandaj mbak të emër. Dhe aty kuptuam domethënë që neve duhet bënim diçka, ose jo se na lindi ideja, por filluam të krijonim në mendjen tonë një Zuzuland imagjinar si fillim, dhe pastaj e konkretizuam me Zuzulandin që ju jeni këtu apo. Po, pikërisht ndodhemi në këtë grooming salon me emrin Zuzuland, të ndodhur në pranë parkut zoologjik, apo jo? Pas liçenit artificial të Tiranës. Sa vite ka që u krijua kjo sipërmarrje? U bë doli në treg në vitin 2024 në tetor. Fundi shtatorit, fillimi tetorit. Fillimi ishte si çdo biznes, i ngadalt, por me shumë pasion dhe me shumë dëshirë. Atëherë, cilat janë shërbimet që realizoni ju në këtë grooming salon të quajtur Zuzuland për 4 putroshët? Atëherë, shërbimet janë larja, qetja, krehja, patjetër çdo gjë prerja, thojmë, pastrimi i veshëve, çdo gjë që ka të bëjë me kujdesin dhe mirëqendjen e qenushëve. Por ju edhe mbani qenë kur të zotë e tyre nuk kanë mundësi, do të shkojnë në punë, i marrin disa orë? Kemi edhe një hotel të vogël, që unë do ta quaja në thonjza hotel, sepse ne më shumë i mbajmë kështu, si më thënë, si në shtëpi, tamam si në shtëpi. Janë familiarizuar me. Është i vogël, kemi një kapacitet të kufizuar. Në çrethana të zotët e këtyre 4 putroshëve ja u besojnë juve për t'i mbajtur disa orë, disa ditë ose disa net. Pra, në momentin që ata kanë angazhimet e tyre, pushime, weekende që lëvizin jashtë Tiranës, ata i sjellin në Zuzuland, pasi kanë krijuar dhe besimin e vet. Ne, siç thash, i mbajmë si në shtëpi, nuk i lëm, domethënë, ose më saktë po themi, nga që janë pak, ndjen shumë rehat. Ndjen si në shtëpinë e tyre. Si në shtëpinë e tyre. Gjithashtu është edhe shërbimi daycare për familje që nuk duan ta lënë gjithë ditën vetëm në shtëpi, se janë në punë në shumë. Për mos i krijuar një stres qenit, e lënë me ju. Lënë këtu me ne. Po. A keni vështirësi në ushtrimin e këtyre shërbimeve ndaj këtyre 4 putroshëve për raca të ndryshme të qenve? Shiko, pra në menaxhimin e situatës e kisha fjalën. Qenushët funksionojnë me energji. Po. E ndjen energji. Po. Këtu bizotron një energji pozitive. Dhe duke kaluar, shiko, ka edhe qenush që janë agresive kështu, por janë shumë. Ju mundoheni të hyni në botën e tyre? Ata po i trajtove me dashuri dhe me respekt, ata e ndjejnë. Vazhdojmë të qëndrojmë së bashku, kësaj radhe jemi në zemër të sipërmarrjes tuaj. Këtu është salla grooming, ku bëhen shërbime për këto 4 putroshë. Na flisni pak për stafin tuaj. Stafi është zgjedhur me shumë kujdes. Themi shpesh që teknika mësohet, është shumë e vërtetë që mësohet, por dashuria për kafshët, për qenushët, ose e ke, ose nuk e ke. Këto vajza flasin gjuhën e qenve. Flasin gjuhën e qenushëve. Dhe kjo është thelbësore për këtë lloj profesioni. Po. Sepse ka të bëjë shumë dashuria që i transmeton qenushit dhe ato ta krijnë prapë dashuri. Po. Kjo është thelbi i këtij profesioni më saktë.
Me sa kuptoj ju keni një staf të vogël dhe shumë eficient, apo jo? Po. Ky ka qenë stafi që në fillimet e Zuzulan. Në fillimet e Zuzulan ka qenë vajza që është në të majtën time, që ne kemi hapur. Pak më vonë erdhi dhe vajza që është në të djathtën time, që do keni mundësinë që ta intervistoni dhe vetë. Po. Çfarë volumi pune kryet pikërisht në këtë sallë grooming? Pra kemi dy vende ku mund të qeten dhe dy vende ku mund të lahen. Janë dy vaskat që lahen qenushët, nga procesi larjes kalojnë në tavolinë thahen, mbas tharjes është procesi, të gjithë proceset janë të rëndësishëm, por një nga më të rëndësishëm është krejja, sidomos për qenushët që e kanë qimen e gjatë. Duhet të krijen shumë mirë që të marrësh një rezultat 100% në qetje. Pastaj me modelin e bukur siç e kërkojnë vetë. Po, tash pak më parë që pronarët e këtyre 4 putroshë ju tregonin ju modelin me cilin ju do ta qepni, apo? Po, është vërtet. Ka shumë që na lin dorën tonë, që ta modelojmë sipas mënyrës tonë. Ka në ato pronarë siç e pa dhe vetë që vinë me një foto, dhe ne i përshtatemi fotot që kanë sjellë. Po, të flasim pak dhe për pozicionin gjeografik ku ndodhet Zuzulan, grooming salon Zuzulan. Pra ndodhemi pas liçenit artificial, pranë kopshtit zoologjik, afër liçenit artificial, pranë liçenit të fat, në distanca 1 minutë, 2 minutë nga kopshti zoologjik ose nga parku. A mund të themi që shumica e klientëve tuaj, pra pronarë të këtyre 4 putroshëve janë nga kjo zonë e ndërtuar, është një zonë e re e Tiranës, të themi kështu? Në fillim, me thënë drejtën, kemi pasur klient, le të themi, në thonjza të lagjes. Aktualisht kemi klient nga gjithë Shqipëria, kemi klient që vinë edhe nga Kosova. Madje kemi pasur klient që kanë ardhur rastësisht me pushime nga Gjermania, nga Italia, kanë sjellur qenushët tu dhe na kanë thënë që do rikthehemi. Një nga ato është rikthyer sepse të vish nga Italia ka ngelur i kënaqur. Por ka ngelur jashtë pas i kënaqur. Do të thënë aktualisht i kemi klientë nga gjithë Shqipëria. Po. Dhe pikërisht me që ju keni klientel kaq të gjerë, të shtrirë gjeografikisht, ju keni bërë punë të madhe edhe për sa i përket publicitetit, pra në rrjetet sociale, apo jo? Po, aty për të njohur, për të ofruar shërbimet tuaja. Është vërtet, punojmë shumë, se tani të mbash një biznes, patjetër që duhet të jesh shumë i aftë e pjesa e marketingut. Punojmë goxha fuqishëm aty, por gjithmonë kemi dashur që të mbajmë dhe të ngrejmë sa më shumë standardin dhe cilësinë këtu në Zuzulan. Kjo është arma jonë më e fuqishme, standardi dhe cilësia. Patjetër duke u ndërthurur me dashurinë që i transmetojnë qenushët. Po. Dhe i keni pyetur klientët tuaj që sjellin 4 putroshët e tyre këtu që në ç'më mënyrë ju gjetën ju? Ja i pyesni, bëni sondazhe të tilla? Me thënë drejtën, kryesisht nëpërmjet rrjeteve sociale, Google-it, së fundmi kemi edhe website-in tonë, pra jemi të pranishëm kudo online dhe mundohemi edhe me sidomos në ato fillimet tona, do të thënë, me këto fletushka, si biznesi i ri, do të gjenin të gjitha mënyrat që të ishin të dukshëm për klientët. Po bazat e njohjes sa kanë ndikuar në ardhen e klientëve që një klient juaj sjell një shok, një mik, po? Ka ndikuar dhe eksperienca e vajzave që kanë punë. Po. Pra, shumë klientë kemi nga vajzat, sepse me thënë drejtën janë nga më të mirat që unë personalisht nuk mund të them që është më e mira, por më të mira se këto nuk e parë. Më e mirë. Kjo është e shpreha. Pra, nuk janë më të mira, por më të mira nuk kemi parë. Nuk kam no comment. Atëherë në vazhdim unë do të intervistoj njërin nga vajzat, si sa kjo vajzë që është në krahun e djathtë tuaj dhe do ta vazhdojmë përsëri bashkë. Shumë kënaqësi. Mirë dita dhe mirë se u gjenë në Zuzulan. Mirë se erdhët. Jeni njëra nga punojësit më të vjetra, që keni nisur pak a shumë me fillimin e Zuzulan. Cili është posti juaj i punës? Atëherë, roli im këtu është si grumere dhe të jesh një grumere fillon që nga larja, tharja, kreja e qenushit dhe stilimi në fund që ti bësh ata sa më të bukur. Por që të bësh diçka të tillë duhet të kesh dhe një rol tjetër kryesor, që është roli më kyç,
i cili është që të kujdesesh për ta gjatë procedurës. Ti krijosh atyre që të kenë një eksperiencë sa më të qetë dhe sa më pozitive. Po, dhe kjo eksperiencë e qetë dhe pozitive nisë që kur ju e merrni qenushin tek dera, apo unë pash një stil tuaj, keni një gjuhë që dini t'i flisni me pozitivitet, me çdo gjë tjetër. Si jeni aftësuar në këtë? Atëherë, unë kam një eksperiencë disa vjeçare. Eksperienca ime në fakt ka filluar që në një vend tjetër, i cila unë jam mjeke veterinere, kam mbaruar studimet për këtë gjë dhe kam punuar në një nga spitalet. Dhe atje kishin edhe pjesën e groomingut dhe gjatë kur fusja në procedurat e groomingut atje, aty zbulova që kisha shumë dëshirë të merresha me këtë pjesë. Dhe prandaj vazhdova të fokusohem më shumë te kjo fushë. Po cili është ai metoda e punës në cilin ti e merr qenin qysh te kur e mirëpret në derën e hyrjes, pastaj e fut brenda në sallë për të kujdesur. Në momentin që vjen qenushi me të Zotin, ti duhet t'i afrohesh me pozitivitet. Duhet të jesh e qeshur, t'i afrohesh, t'i flasësh, ta përgëdhelësh, edhe nëse ai për shembull mund të bëjë një reagim që nuk do ose gjëra të tilla, prapë gjithsesi duhet ta përgëdhelësh, të gjesh metodën e duhur për t'i folur. Dhe pashë tim edhe qenë të peshave të mëdhaja, i merrje në krah, sikur i kishe rritur atë. Po, normal, sepse duhet i krijoj atyre besim që shiko se këtu nuk ndodh gjë, është diçka që ti duhet ta bësh për të mirën tënde. E kupton, edhe duhet të krijosh besimin. Po, gjatë tyre orëve që unë qëndrova në Zuzulan, se pashu me administratorin dhe juve, dy vajzave, pak një fluks të madh pune. Pra, si nisë dhe si mbaron dita ju e punës? Atëherë, puna fillon me fluks, gjithmonë kemi fluks. Dhe është i njëjti proces gjatë gjithë kohës, është i njëjti fluks. Falenderoj për këtë intervistë të sinqertë dhe për emisionin Gjurmë dhe të uroj punë të mbarë. Shumë faleminderit juve. Jemi kthyer përsëri së bashku sa për interesuam njërën nga vajzat që punon në Zuzulan Grooming Salon. Pyetja për ju e radhës është, a keni plane për të ardhmen? Jeni të kënaqur me ç'keni arritur dhe cilat janë planet dhe çfarë synoni në ta? Them drejtën, çfarë kemi arritur për një kohë kaq shkurtër, unë jam shumë i lumtur. Qëllimi jonë është të zgjerohemi pak më shumë, një hapësirë pak më të madhe në të ardhmen, që të rrisim standardin në këtë lloj industrie në Zuzulan. Pra, gjithmonë duke mbajtur një standard dhe një cilësi siç e kemi deri tani. Pra, do të shtoni numrin e vendeve ku i bëhet shërbim katërputrosha. Ndoshta mund të shtohet edhe një vend tjetër në një hapësirë pak më të madhe, por siç e kam theksuar dhe e ritheksoj, duke ruajtur standardin dhe cilësinë që kemi. Mirë dita. Mirë dita, si jeni? Ju shohim që po frekuentoni së bashku me katër putroshin tuaj Grooming Salon Zuzulan. Po. Për sa kohësh vini këtu, cili është qeni ju që kujdeseni, që rrisni ju? Po. Unë jam një klient e rregullt të Zuzulendit. Kam qenë kliente që në momentin që Zuzulend është hapur, unë kam 2 qenë, një pekinez dhe një mini spitz. Jam shumë e kënaqur me stafin në mënyrën se si menaxhojnë qëndrimin e tyre, mënyrën si qethin, mënyrën si lajnë, janë shumë të mirë dhe shumë profesional dhe qenë të mi dalin më të bukur se kur me ta. Po, krahas këtyre 2 shërbimeve që ju sapo i përmendët, pra larja dhe qethja e katër putroshit që keni ju, a i drejtoheni Zuzuland edhe për shërbimin tjetër hoteleri? Patjetër, dhe shërbimi hoteleri është një shërbim i cili është mjaft i nevojshëm, sidomos për ne që Zuzulendin e kemi këtu në pallat, unë jetoj në këtë pallat. Jeni këtu në një pallat. Dhe normalisht kur më duhet të shkoj diku ose më duhet të shkoj qoftë edhe të pi një kafe, Zuzulend është vendi më i mirë për kopshtin, për pjesën e hotelit, për të trajtuar qend. I mban në një mënyrë shumë të mirë profesionale, qend e vegjël i mban më vete, qend e mëdhenj i mbajnë më vete. Kështu që për mua është zgjedhja perfekte. Si u bë, një pyetje tjetër, si u bë pjesë e jetës tuaj, katër putroshët? Si u bën pjesë? Si lindi dashuria për këta qenie kaq të mira?
Atëherë në një moshë shumë të re, unë kam qenë punojse në një dyqan kafshësh. Aty kam rënë në dashuri me kafshët sepse normalisht është pjesë e biznesit që mbanim kafshi, shisnim. Normalisht unë u dashurova shumë aty dhe pikërisht aty kam marrë qend e mi. Sa vjet u bë? U bë 8 vjet. 8 vjet. Aktualisht keni dyqan. Kam dyqan edhe gjithë qenë të tjeri dua normalisht, edhe qenë të rrugës, çdo lloj qeni. Keni një mesazh për ata që ende nuk e ndjejnë këtë dashuri që ndjen ti, unë, neve për katër putroshë? Ke një mesazh? Sepse duhet të mbajnë qenë? Mesazhi është që nuk ka dashuri më të madhe se dashuria e kafshës, është dashuri pa kufi, pa interes dhe të fal vetëm ndjenja të mira asgjë më tepër. Është vetëm gjë e pastër mendoj në jetën time. Falenderoj për këtë intervistë sinqert, faleminderit. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Ju lutem na prezantoni pak për aktivitetin që do të fillojë pas pak. Atëre, unë jam Endri Çela, themeluesi Tirana Running Club, dhe si organizator kemi menduar të kemi një gjithëpërfshirje për jetën e shëndetshme. Dhe aktualisht kemi dhe komunitetin e katër putroshve, domethënë njerëzit janë edhe të lidhur me katër putroshit. Pra, kemi ndërthurur jetën e shëndetshme të njeriu, me ato edhe çfarë ne i duam më shumë që janë përveç fëmijëve edhe miqtë tanë katër putrosh. Pra, si do titullohet aktiviteti që do zhvillohet pas pak? Vrapo me katër putrosh. Edhe një herë? Vrapo me katër putrosh. Po. Pra kemi të bëjmë me njerëz që janë të dashuruar me katër putroshë, do vinë së bashku me ta dhe do vrapojnë. Po. Është aktiviteti i parë i këtij lloji? Është edicioni i parë që kemi menduar që ndodhet në Shqipëri për herë të parë, domethënë që është krijuar. Urojmë që njerëzit ta mbështesin sa më shumë dhe është vërtet një klim shumë marketuese dhe shumë edukuese për të gjithë. Kauza e këtij aktivitetit është që ne të ndihmojmë edhe disi qenushët e braktisur që nuk kanë asnjë shtëpisë dhe asnjë mundësi që t'i falet ajo dashuri. Besoni që ta ktheni në një ritual të përvitshëm këtë aktivitet? Ne urojmë që po. Domethënë qëllimi i ky është, fokusi është që njerëzit sensibilizohen që të kenë dhe t'i ofrojnë sa më shumë dashuri kafshëve me katër putra. Dikush t'i ofroj një shtëpisë të vogël, dikush t'i ofroj nëse s'kan mundësi të shkojnë në për shtëpizat ku janë vërtet në nevojë, sepse kostot janë të larta që të mbash disa kafshë, edhe ky është qëllimi jonë, domethënë. Por për të bërë aktivitete të tilla, normalisht në gjithë botën duhet që ju të merrni dhe për krajin e sponsorëve të ndryshëm, apo jo? Po. Një nga këto sponsor është dhe Zuzuland. Zuzuland, po. Si arritet në marrëveshje me përparimin, si u futën në bisedë dhe si pranoi ai të bëhet një nga sponsorët tuaj? Zuzuland ishte domethënë një nga sponsorat që u përgjigj në mënyrë dhe e përqafoi direkte këtë nisëm. Që është një biznes që operon tek pjesa e katër putroshve. Dhe ato e mirë kuptuan qëllimin ton, sepse çdo gjë është bamirësi. Të gjitha të ardhurat që do mlidhen nga ky event do shkojnë për shelters që quhen shtëpiza në gjuhën shqipe. Dhe Zuzuland tha, "Okej, vetëm se nuk e mendonim që dhe ishe një kaos kaq e bukur dhe i kapa deri diku në befasi. Por me aq sa kishin mundësi, domethënë ju bashkuan kësaj nisme. Ju vetë me që kryeni një aktivitet të tillë, pra vrapo bashkë me katër putroshët, jeni një nga ato persona që mbani dhe ju katër putroshë? Po, patjetër që po. Domethënë përveç katër putroshëve të mi që kanë 2 fëmijë që duan. Bani 200, pra? Jo, janë fëmijë. Keni 2 fëmijë, po bani dhe një qenë. Që mbani dhe një qenë që është... I racës? Është një, si të them, nuk ka racë mirëfillt. Është
miks. Është një miksim leshatori i vogël. Me që kontriboni në këtë sektor, pra, keni një apel për të bërë nëpërmjet emisionit Gjurmët për ata që duan të marrin një katërputrosh, të arrisin të jetojnë me të? Atëherë, siç po e thoja edhe në fillim, qëllimi është falni sa më shumë dashuri, sepse dashuria do i kthehet edhe tek ju nga ata, sepse ne dim shumë mirë që një qenush ose një mace, nëse ju i falni vërtet atë që ju jeni dhe i shprehni dashurinë tek ata, ato do ndihen si fëmijët tuaj dhe do jenë vërtet të sinqert me ju. Që kështu unë uroj që njerëzit të kenë dhe këtë dashamirësi rreth kafshëve, se kohët e fundit më leni ta mëroj atë këtë. Kohët e fundit kemi parë që i keq trajtojnë shumë kafshët e rrugëve dhe kjo nuk është e drejtë. Falin dashuri sepse ato do ju falin dhe juve. Ju falenderoj për këtë intervistë ekskluzive që dhe për emisionin Gjurmë dhe uroj dhe në të ardhmen ju të vazhdoni rrugën tuaj humanitare dhe bamirëse. Faleminderit. Faleminderit. 4, 3, 2, 1, kom në gjatë si rrasë, janë e dobet shumë. Kur është kjo? Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, këtu i ka ardhur fundi minutave të emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtojmë se kaluam disa orë në Zuzuland, ku patëm intervistë ekskluzive me administratorin e saj, zotin Përparim Vrapi, me njërën nga punojësit që punon këtu, si dhe me aktivitetin Tirana Running Club. Të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionet të tjera.